në fshatin Rjoll dhe sot kryeministri shqiptar ai mendoj se vlonjatëve u kërkojnë një falje. Ajo mos të shkojnë menja se ai kërkon falje kuj. Ai është mashtruesi më i madh që ka njohur. Prandaj për ky njeri që ju edhe ne disa për nesh kena pas besim të ky njeri. Ky pas që qenë njeriu më i rrezikshëm i kombit shqiptar. Ky nga Saranda dhe deri në Vërmash, ky pretendon që Shqipërinë ta ndrojnë me njerëz të huaj, cilët nuk i përkasin Shqipërinë. I them Ediramës se nuk do të arrish kur ti dhe Sali Berisha që ta bëni këtë Shqipëri të vuaj. Kena vujt ball, tani nuk do vuajmë më. I them atyre shqiptarëve që i jetojnë jashtë shtetit dhe na pyesin çdo ditë në telefon dhe thotë çfarë bën Shqipëri. Hajde një shqiptar këtu në Shqipëri.